Shkolla mesme profesionale Ndremjeda në Bushat zhvilloi ditën e dyrëve të hapura duke ftuar klasat e nënta të disa shkollave nëntëvjeçare të qarkut të Shkodrës dhe Lezhës. Kjo shkollë përgatit nxënësit gjatë 4 viteve të studimit në fushat e teknologjisë ushqimore, veterinarisë dhe bujqësisë. Qëllimi i ditëve me dyrë të hapura të shkollës profesionale Ndremjeda është transmetimi i mesazhit për rëndësinë e arsimit profesional me klasat e nënta, tek prindërit, tek bizneset, si dhe te aktorët e tjerë të pushteteve lokale apo palët e tjera të interesuara. Në këtë ditë kaq të rëndësishme për shkollën tonë, na janë ofruar klasat e nënta, nxënësit bashkë me stafet mësimore, sektori i biznesit që ne bashkëpunojmë dhe jo vetëm, si dhe aktorët e pushtetit lokal. Mesazhi që unë dua të transmetoj është ndjekja e arsimit profesional dhe përfitimi i kompetencave të profesionit sipas drejtimeve që ne ofrojmë. Nxënësit përfitojnë bursën në shkollën tonë profesionale, gjithashtu përfitojnë edhe rimbursimin e transportit mbi 5 kilometër. Shkolla mesme profesionale e Bushatit aktualisht në këtë vit shkollor ka 105 nxënës, ndërsa kapacitetet janë edhe për më shumë, bashkë me kushtet dhe laboratoret përkatëse ofron edhe konviktin për të gjithë ata nxënës që vijnë nga larg.